me Meto Alba, atje ku na pret Lajda Porja, nuk e di nëse e kam në këtë momente. Mirëmëngjes Lajda. Mirëmëngjes, mirë se ju gjej. Faleminderit edhe ty dhe në fakt duam të dim se si do të jetë moti këtë javë. Në fakt, ne e thamë që në fillim të muaj që do kishim një dhjetor të thatë, kemi patur shplot ditë me diell, parashikohet që edhe për gjatë kësaj jave të paktën deri nga data 23 moti të jetë kryesisht i qëndrueshëm. Do të shtohen vranësira duke filluar nga nesër, në fakt do jenë më shumë prezente, nuk do të kemi vetëm diell, por do kemi fillime, vranësira, nesër do të ketë momente me pika shiu, do thoj, ose reshje të papërfillshme në qarkun e Shkodrës, më shumë do jenë rrethinat. Parashikohet që edhe fundjava t'i ketë prezente, do rritet gradualisht lagështira në ajër, megjithatë, edhe pse do rriten minimalet, mëngjeset të cilat janë të ftohta, i ftohti do të ndjehet sidomos në mëngjes dhe gjatë natës. Ndërkohë mesdita do të jetë sërish të mjaft komode, do jenë temperatura rreth vlerës 20 dhe mbi 20 gradë pothuajse gjatë gjithë këtyre ditëve. Ka një ndryshim të situatës atmosferike në datën 24-25, e cila është edhe me festën e Krishtlindjeve, ku një sistem vranësirash ka sinjale që po afrohet drejt territorit shqiptar. Kjo do të bëjë që do kemi që nga data 24 deri nga data 27 një mot të paqëndrueshëm. Do kemi vranësira, do ketë rreshje shiu, do ketë rreshje dëbore në zonat malore. Pra do jetë një situatë e cila do të zjas 3-4 ditë. Dhe më pas ditët e fundit të dhjetorit, e cila përkojnë dhe me festat, ne do jemi sërish për dëna akoma më shumë detaje, do jetë një mot pareshje, por një mot tipik dimri. Nëse do flisni për temperaturat për gjatë gjithë dhjetorit, ka patur një anomali të theksuar në Jo, dua të ndalem pak, Lajda, pra ne do të kemi Krishtlindje të bardha. Do kemi Krishtlindje të bardha në zonat malore, pra është Verilindja dhe Juglindja e cila do pres rreshje dëbore të cilat fillojnë në datën 24, 25 do jenë më të dëndura dhe 26 më të pakta, dhe pjesa tjetër e territorit do ketë rreshje shiu. Pra parashikoj që dëbora të birë vetëm në zonat malore, duke qenë se që nga fundi kësaj jave dhe fillimi javës tjetër do të rriten temperaturat minimale. Pra nuk kemi ndonjë surprizë për Tiranën? Jo, nuk dhe vendet e tjera. Gjatë këtij episodi rreshje dëbore, sepse temperaturat janë të larta edhe aktualisht, janë 5 apo 6 gradë, ndërkohë rriten temperaturat shkojnë 5-6 gradë edhe në zonat malore për sa i përket sistemit, sepse është një masë ajrore e cila është mjaft e ngrohtë, e lagësht, por është e ngrohtë dhe do të sjellë më shumë rreshje shiu dhe rreshjet të dëborës do izolohen kryesisht në Verilindje dhe në Juglindje të territorit dhe për gjithë ata që do të shijojnë dëborën, do të mund ta shijojnë edhe si pothuajse çdo herë në Verilindje apo në qarkun e Korçës. Megjithatë, rreshjet e dëborës do të zjatin në zonat malore do të jenë 24, 25, më pak do ketë 26 dhe më pas do ketë sërish përmirësim të motit. Mund të themi që deri më tani dhjetori ka shënuar temperatura shumë të larta në mesditë. Këtu ka qenë më fakt anomalia më theksuar ku kemi patur 22 gradë. Janë temperatura 5 apo 6 gradë më të larta, ndërkohë duhet të jetë jo më shumë se 16 gradë. Minimalet kanë qenë tipike të dimrit. Pra mëngjesi herët për gjithë ata që dalin në mëngjes e kanë kuptuar që në hyrje të dhjetorit që patjetër duhet kishin një xhuk dimri sepse ka qenë mjaft ftohtë ose mbrëmja vonë. Mesdita më pas ka qenë me diell. Lëre, mos më fol për mëngjesin Lajda, ndërkohë që dua të ndalem pak tek nata e ndërrimit të viteve. Pra do të kemi një kohë të mirë, por e ftohtë apo jo? Ka sinjale që moti të jetë i thatë, pra të mos ketë rreshje sepse sistemi zgjat vetëm pak ditë, por me temperatura të ulta sepse pritet që një masë e ftohtë, por e thatë nga lindja të depërtojë. Megjithatë, duke qenë se ne jemi ende mjaft herë, sepse sot është data vetëm 16 dhe kemi mjaft ditë përpara, ato detajet do t'i japim edhe kur të i afrojmë edhe ditëve të paktën Krishtlindjeve. Krishtlindjet do të jenë të paqëndrueshme dhe festa e ndrimit të viteve do jetë i qëndrueshëm. E qartë. Mirë, unë të falenderoj shumë, nuk e di nëse ke diçka tjetër për të shtuar, megjithse e the në fillim të kësaj bisede, pra e shtuna dhe e diela, sepse kryesisht aty marrin frymë të gjithë qytetarët shqiptarë, ndoshta për të pushuar diçka disa orë më tepër. Si do të jetë me temperatura po?
Të shtunën dhe të dielën do të ketë vranësira, do ketë edhe diell, do rriten temperaturat minimale, bëhen mëngjeset pak më të ngrohta, shkojnë në 3-4 sepse ka padur temperatura 0, -1, -2 në Peshkopi. Maksimalet mbeten mjaft të larta, nesër dhe pas nesër do jetë kulmi ku kemi 23-24, por fundjava do të jetë 21-22 gradë. Një kohë komode dhe një muaj mjaft komod për të shijuar zbukurimet, festat, shëtitjet, nëse del në Tiranë, e ke pothuajse çdo pasdite dhe mbrëmje të mbushur sheshin, duke qenë se edhe kushtet atmosferike ja lejojnë këtë komoditet të gjithë qytetarëve për të shijuar edhe festat, sepse nuk është se ka reshje rrebeshe të cilët do detyrosh të izolosh në shtëpi. Megjithatë, Krishtlindjet në përgjithësi, sa mbaj mend unë, të paktën këtë eksperiencë ka qenë kryesisht me reshje. Ka patur shumë pak Krishtlindje të cilat kanë qenë pa reshje. E qartë, unë të falenderoj shumë. Të falenderoj dhe do rishihemi prapë. Patjetër, për të mësuar më në detaje se si do të jenë Krishtlindjet, por pashtu edhe nata e ndrimit të viteve dhe ditët e para të vitit 2026. Faleminderit edhe një herë, të uroj një ditë të mbarë. Faleminderit, një ditë të mbarë.